ndryshon ose të paktën ka ndikuar mënyra ndoshta apo studimi në mënyrën si i perceptoni dhe faktikisht ju i merrni tani lajmet apo si i mendoni apo si i perceptoni lajmet që ndodhin apo zhvillimet politike sot? Besoj në këndvështrimin personal ka ndikuar shumë qasja ime dhe politikës. Unë gjatë kohës, tani jam viti 2 në studimet universitare, po e kuptoj politikën, më thënë, në aspektin real, dhe më thënë, të saj. Më thënë, edhe lajmët të tani, më thënë, arim pak sa t'i kuptojmë. Se që gjithmonë si fëmijë kemi pasur, dhe më thënë, që babaj na thoshte, më thënë, të heshtim, sepse tani po dëgjojmë lajmë, ne nuk i kuptonim as pak. Nështë tani, kur po hym në botën universitare, në botën e librit, e kemi pak sa më të lehtë t'i kuptojmë, por edhe duke ndjekur aktualitetin, pastaj më thënë mund të ndërlidhim gjërat. Por përsëri është, për mendimin tim, është gazetaria, janë mediat, ata të cilët më thënë qëndrojnë mes pushtetit dhe shoqërisë, ata të cilët duhet t'i tregojnë nevojat e qytetarëve pushtetit dhe më thënë detyrat e pushtetit më thënë dhe qytetarëve.